Mirë mbrëma, Brenda. Mirë mbrëma, Bleona. Mirë se erdhe, dashur. Mirë se u gjej. Pres me shumë knatësi, faleminderit shumë. Je mirë. Për kohën, hajde t'jap një përqartim. Faleminderit që je këtu. A ishte ftoft jashtë, pas ke duhet të ftofta. Hajde të ratohemi. Faleminderit që je këtu me mu sot. Faleminderit edhe juve për ftesën. Është knatësi të jem në një ambient kaq pozitiv, në një studio kaq të këndshme. Faleminderit shumë. Angazhimet e ditës janë të shumta për ty gjatë ditëve të javës, diçej edhe studente e vitit të dytë, a? Po, jam studente e vitit të dytë në Fakultetin e Filologjisë në Prishtinë, dega letërsi shqipe. Kuptohet që duhet shumë kohë, duhet shumë përkushtim, ka edhe lodhje, nuk e mohoj dot këtë pjesë. Por kur e di që e kam bërë një progres sa do të vogël pozitiv, prapë se prapë vullneti për punë, për studim nuk mungon. Pys pak për përzgjedhjen, nga të ka ardhë, kështu me e bind vetëm për ta përzgjedhë këtë degë të studimit? Faktikisht, isha shumë skeptike për drejtimin universitar, isha në mes muzikës edhe letërsisë. Janë dy drejtime që më kanë flejt në shpirt qyshe vogël. Pse kom marrë letërsinë është se është e vetmja strek ku unë shprehem në mënyrën më të mirë të mundshme ashtu qysh zemra ime e kërkon. Po edhe me muzikën, pra ti luan qifteli edhe pak piano. Po. Qiftelin si e ke mësu? Ishte krejt rastësi, në shkollë fillore mbaj mend ishte një shok i klasës, i cili shpesh e merrte qiftelin me veti edhe interpretonte në një melodi të caktuar. Edhe aty e pash që më pëlqen për vesh, më pëlqen për shpirt, edhe ja vendosa vetit si kusht. Asho do të mësoj o zban. Masa ne kom fillu me përcjell disa video tutorials në YouTube. Për sa kohë e përvetsove? Ma pak se një vit. Ma pak se një vit, wow. Pastaj... Se kam një qifteli këto. Kom marrë edhe mësime virtuale prej maestro Fatmir Makullit, cilin... Mjeshtrit. Isha shprej dëshirë me përshëndet publikisht për përkrahjen morale që ma ka dhënë në çdo aspekt mundshëm. Sa mirë. Okej, nëjëherë tjetër, se sot se kemi një qifteli këtu, po nëjëherë tjetër e bëjmë një takim po më të gjatë me interpretim pse jo të bëjmë. Je po ashtu edhe autore 2 librave. Për çka flasin ata libra? Në çfarë periudha tjetës i ke shkruar dhe a janë botuar më njëherë, se ka plot që shkruhen edhe nështë derisa të vini momenti duhur për autorin, shpeshherë shtyhen për botim? Po, librin e parë poetik e kam botu në vitin 2019. Titullohet Në mbretërinë e Stinës. Pse e kam titullu kështu? Sepse si pas mendimit tim se cili njeri jeton i sunduar në një epokë të caktume. Unë e kam përzgjedh aty periudhën e fëmirisë time, kam përshkru temat cilat aso kohë i kom dasht, përvojat e mia, edhe gjëra tjera cilat më kanë prek gjatë asoj kohë. Kurse libri i dytë është botuar në shtator të vitit 2021, titullohet Pentagram kujtimesh, prap po ndërlidhe me muzikën. E kam titullu kështu se, do me thonë, kujtimet më vesin në jetën tonë si kurse notat në pentagram. Të kanë ngel kujtime shumë nga fëmiria, ose nëse pyetesh në këtë rast që po të pyesun për kujtimet e fëmirisë, cilat të vinë së pari në mendje? Ka shumë. Jam një gjenerat e cila e ka shiu fëmirin në maksimum, edhe pse unë jam rrit me një ambient të pjekun. Në familjen tonë nuk ka pas fëmi të tjerë. Edhe e di që sa i përket shkollës nuk më ka mungu asgja. Prindrit e mi janë mundu në maksimum që me realizu gjitha dëshirat e mundshme që unë i kom pas. Si e ke ndërtu raportin me ta? Pra si, sa ka evolu ky raport mes teje dhe prindërve? Jam shumë e lidhun. Kuptohet, ndoshta për nga natyra jam shumë ma e lidhun me mamin se sa me babin. E di që është një kontrast me rastet tjera me raportet vajz-prindër, se e di që shumica vajzave i dojnë babat ma shumë, por nuk muj me ba dalime. Ata kanë dashur shumë
një fëmijë të mbushur me, një shtëpi të mbushur me fëmijë, dhe në lidhjen e tyre pas 15 vitesh erdhën fëmijët në jetë, pra u bë fati ti sjell fëmijën në jetë. Çka din ti për historinë e tyre para se, pra gjatë këtyre 15 viteve, përpjekjeve të tyre, historisë të tyre të dashurisë, besa? Babi emocionohet shpesh kur flet për këtë temë, sepse kjo historia sa është e ndihshme është edhe e bukur njëkohësisht. Shpesh më flasin për ato përpjekjet e pasuksesshme, zhgënjimet, shpresat që janë shuar ndoshta me qindra herë, po pavarësisht kësaj, nuk është shu ajo dëshira për me pas fëmijë. Edhe kjo përvojë e prindve të mi, nga kjo përvojë e tyre unë e kom mësu që jeta duhet mu shfrytzu si një dhuratë hyjnore. Do me thonë, pa marrë parasysh sfidave në cilat ne përballemi, është shumë e rëndësishme që t'jetojmë. Jetojmë, vërtet. I nxjerrim më të mirën jetës, që dikush është si mision, dikush është si shumë të shkurtër, dikush si shumë të gjatë, varet. Ose dikush thjesht si proces. Ose dikush thjesht si proces, shumë e vërtetë. Dhe pas shumë përpjekjeve, dëshirës prindërve tu për të pas fëmijë, erdhën 3, pa e ditur se si do përfundonte historia. Si e kishim prit lajmin, me aq sa ti sigurisht me rritjen tënde, keni pas edhe komunikime të historisë më përpara. Aty ka ndodhë gjithçka në mënyrë të rastësishme, gjithçka ka ndodhë shumë shpejt, me një nivel rrezikshmërie të lartë. Faktikisht na kemi lindë në pej, por me njëherë mas lindjes është dasht me u transferu në QKUK, me shpresën që s'paku nona ka me pështu, jo fëmit. Jo fëmit. Por fati deshti që edhe unë me kaluat sfid në heshtje, edhe me i gzu prindë e mi për aqë sa Zotit a këtë shkru. Pra, kjo ndodhe një fazë të shtatzanis shumë përpara se sa pritej lindja. Në cilin muaj? Ishte muaj i 8 i shtatzanis. Muaj i 8 i shtatzanis dhe i gjithë kjo dileme dhe frikë e mjekve aso kohë për shpëtimin të paktën të nënës, ndodhe një mrekulli që as ata nuk e shpjeguan të mbjetimit të asaj betejë. Çka saktësisht kishte ndodhur? Çka mund të ndash me ne? Qësh? Çka kishte ndodhur gjatë procesit të lindjes? Ti do kishe 2 vëllezër sot. Po. Mjekët e shpjegojnë që kishin probleme me frymëmarrje, kushtet mjekësore nuk ishin zhvilluara atëherë sikurse që janë sot. Njëri ka jetu 2 ditë, tjetri 12 ditë, edhe thjesht ishte e pamundun që ata me i dalë balë kësaj sfide të rëndë. Dhe, fatmirësisht, pra po themi, ajo mrekullia që në mesin e një humbje të madhe dhe një dhimbje të madhe, sigurisht për prindrit, sepse ti ishe thjesht një bebe posa lindur, por në cilin moment të rritjes tënde, prindrit vendosën të ndajnë me ty këtë histori? Prej kur e kujtoj vetën, nga mosha 5-6 vjeqare, e di që prind shpesh e kanë përsërit këtë histori me mu, kuptohet që atëherë nuk ishte e duhur që të mi të regonin disa gjana, sepse nuk ishin të përshtatshme për moshën time, edhe për ata e thamë ka shumë histori që i kom mësu tash. A ka diçka që të doje të ndaje me neve nga këtu histori që ti ke dëgjuar ose nga ndonjëra prej këtyre historive që ty edhe sigurisht të ka lënduar, por në anën tjetër të ka dhënë edhe një forcë për jetën? Unë kam menduar që kam lindë e shnosh në kuptimin e plot të fjales, edhe nuk e kam ditë që edhe unë mund të isha në mesin e 2 vëllezërve të mi. Vonë e kam kuptuar që e kom kaluat rrezikun për jetë. A dhe ti ishe me 99% të gjasave për të mos shpëtua. E din që a kishte ndodhur, që a kishin thanë mjekët për ty si shpëtoj?
Në një mënyrë të pashpjegueshme. Frymarrja është rregullu, zemra është forcu edhe gjendja është përmirësu. Ati ke qenë ajo mrekullia që u ke lecu dhimbjen prindërve dhe u ke zbukuru jetën edhe sot që po flasim. Pikrisht është kjo histori që mu më banë shumë të lidhun me prindët e mi, edhe tash du të ndaj edhe diçka tjetër, se edhe prindi im nuk është rrit me prindët e vetë biologjik, baba, por është rrit nga Agja edhe gruaja Agjës, edhe ai mundohet maksimum që me mi dhonë mu gjanat cilat ai nuk ka mujt me i përjetu si fëmijë, ose gjatë periudhës tirinore. Ai e ka kuptuar shumë vonë këtë në një fazë të rritur të jetës së tij, apo Jo, prindërit e tij janë divorcu shumë herët. Edhe e ka ditë se çka ka ndodhur, çka do të bëhet me jetën e tij edhe kështu. Ka qenë në dijeni që po rritet nga Agja dhe bashkëshortja e tij. Një histori kjo që besoj për shumë prej, sidomos prindërve që kalojnë situatat të tilla dhe humbin fëmijët e tyre, qoftë gjatë shtatzanisë apo edhe pas lindjes. Thaj që njëri nga vëllezërit kishte jetuar 2 ditë, tjetri 12 ditë. A arritën ata që të pagzohen, të kenë emrat e tyre? Po. Me sa e di janë të regjistrum dhe me thonë vetëm në komuna Sokohe. Edhe njëri ishte Gjoni, tjetri ishte Froku. Gjoni dhe Froku. Ka ditë edhe data të shënume që ju i kujtoni ata si familje, si i kujtoni, si mundoheni që ti mbani në zemrën tuaj dhe në jetën tuaj? Është pikrisht ditë lindja ime, si vjetë do të kishim festu 20 vjetorin, po ja që Zoti deshi ndryshe. Gjatë pas kësaj periudhe të vështirë për prindrit, e kishin quar ata në përmendje edhe një tentim tjetër për pasur fëmijë të tjerë? Jo, sepse në aspektin shëndetësor do kishin rreziku shumë. Kështu që nuk kanë dashur që të rrezikojnë shëndetin e nënës në këtë rast. Më the më herët që muzika disi është shumë thellë brenda teje, edhe shkrimi po ashtu. Diçka që ty të jap shumë mundësinë, atë që e ndjen ta shprehësh shumë lehtësisht. Sa vargje mund të ke shkruar për Gjonin dhe Frokun? Kam shkruar shumë, janë afro 10 poezi, por e di që gjithë jetën po të shkruaj për ta nuk është mjaftë. Se ata janë pjesë e pandashme, e imja jetojnë me mu, gjallërojnë në mu edhe pse ata janë në një botë komplet tjetër. Ke rastisur në jetë që të takosh bashkëpunshatar të tu që base mund të kënë humbur po njëjtë vëllezërit apo motrat, dhe si mundohesh ti ngushëllash? Po jeta është ngushëllimi ma i mirë, dhurata ma e mirë që personalisht mu ka mujtë më madhonë Zoti. Besoj që edhe për ata njerëz vlen e njëjta. Që njëjtë u apërqojmë edhe atyre që këtë energji. Po na shohin sot dhe janë gjendur në situatat të tilla. Je po ashtu prej atyre vajzave që je shumë e zëshme për të rinjët, edhe për ëndrat edhe synimet që secili i ri duhet i ketë të qarta para vetes. A ka diçka që të pengon nga fenomenet tona si shoqëri tek të rinjët, edhe që do doje të ishte ndryshe në vendin? Ka shumë fenomenet që neve si të ri na pengojnë në zhvillimin qoftë profesional ose edhe njerëzor. Më vjen keq kur njerëzit paragjykohen në bazë të pamjes, në bazë të punës ose kategorive tjera. Është diçka që na kur nuk mundemi me ditë se sa mundet me ndiku te tjetri. Edhe për ata gjithmonë konsideroj para se të flas me dika, po, ti po e kalon një betejë të heshtun me veten tënde, edhe për ata është shumë e arsyeshme të jemi të kujdesshëm në fjalët edhe veprimet tona ndaj njerëzve të tjerë. Po thua që duhet
të bëjmë më shumë në këtë deri tema. Po. Ka një shumicë të njerëzve që nuk e filtrojnë fort mendimin kur flasin për dikë. Po. Nuk e din se sa mundet me afektu të tjerët. Unë kam këtu, Enisa nuk e di nëse më dëgjove, Enisa në fillim për të lexuar atë që neve si redaksi na ka marrë shumë vëmendjen, atë që ti kishte publikuar në rrjetin tënd social. Dhe do doja që ta vazhdoj, mes që unë bëra veç 2 rreshtat e parë. Do ta bëj unë apo Si të duash? Okej, e kam këtu. Ja, fillon nga... E di ti pjesën se qyshe ke nis shkrimin. E shef? E cila pjesë? Ajo që ke shkrujt. Po. Ja, ishim 3, po. Ishim 3, por mbijetova vetëm unë. Mjekët thoshin se u bëm mrekulli, por unë merrja frym pa e ditur se çka është jeta, ndërsa dija si të mos e lëshoja. Edhe pse vdekja më pa, a për të më marrë as provuar. Unë me plagët e vogla zgjodha jetën. Këto ditë kam reflektuar shumë. Sa herë isha përballë vdekjes dhe sa ëmbëlsisht zgjodha frymën. Betejë ime e parë, fitoria e parë ndodhi para se unë ta mbaja mend. Ndoshta kjo është arsyeja pse e gjeta veten shumë më të fortë përballë sfidave nga sa e besoja. E rëndë është pyetja, si mbijetove deri tani? Por përgjigjja është e bukur. Zoti bëri që unë të jetoj, e unë do jetoj për të dhe për dashurinë. Brenda, faleminderit shumë e dashur. Faleminderit për këto emocione, për historinë që ndave me ne këtu në studio, e cila uroj shumë të jetë si një mesazh frymëzues, mesazh force për ata që mund të kenë kaluar diçka të ngjashme. Faleminderit edhe juve që më datë mundësinë të ndaj historinë time me ju edhe me dëgjuesit e ATV-s. Përshëndetin ti, prindrit dhe një jetë të bukur përpara bashkë. Faleminderit shumë.